Pikërisht për një pjesë të kësaj prone, komuna e Pejës është paditur edhe nga familja Mataj. Sipas Fatmire Mataj Vokshi, ka 60 vjet që familja saj jeton në këtë shtëpi. Baba jem, kur kun gjallë më ka lun amanet, unë e tash krye familjare. Baba jem ka thonë qika jeme e kina pot shpinë të Gjemelkota. Edhe aty i ka thonë komuna se do më ra sa diksh ajo shkolla mu marru. Edhe i ka thonë për ta marrim qëto dhe për të qojmë qëto, ku e kina shpinë. Edhe e jënë marrë vesh, që ku kom skicën, krejt dokumentat i kom që o konë shpia babës tem. Tash kryetari thot, jënë ezupatorë. Familja Mataj kishte parashtruar padi më 4 prill 2022 për vërtetim të drejtës së pronësisë. Por më 16 dhjetor 2025, gjykata themelore në Pejë ka hudhur poshtë këtë padi. Gjykata nuk kishte arritur ta trajtojë me kohë propozimin për caktimin e masës së përkohshme të sigurisë, andaj seanca dëgjimore është mbajtur më 29 tetor 2025. Ndërkaq pas mbajtjes së seancës më 6 nëntor 2025, bashkë me ekspert gjyqësor të gjeodezisë, ishte vërtetuar gjendja faktike. Dhe pas pranimit të ekspertizës së gjeodezisë së datës 18 nëntor 2025, gjykata me akt vendim ja kishte kthyer paditësit padin për plotësim dhe korrigjim. Mirëpotutje sipas aktgjykimit të gjykatës, paditësi nuk ka vepruar në kuptim të vërejtjeve, sepse nuk ka bërë precizimin e kërkesë padis, por vetëm për masën e sigurisë dhe si pasojë lënda është hudhur. Por familja Mataj ka bërë sërish padi më 24 dhjetor 2025 ndaj komunës së Pejës për vërtetim pronësie. Unë e lypi për gjykatës, me jepi fjallin e fundit se gjykata le ta merr vendimin e drejtë. Ja ku që krejt dokumentat gjykatës me post, krejt i ka, me kunorzime me krejt. Banorët e kësaj lagje, duke përfshirë edhe familjen Mataj, kishin bërë peticion në komunë 2 ditë para se të votohej për këmbimin e pronës. Në peticionin që u nënshkrua nga 33 persona, kërkohej që në parcelën që do votohej për këmbim, të bëhej ndonjë park dhe jo banesa.